Zhvillimi i tregut në arsimin privat, programeve pas shkollës, çerdheve, kopshteve dhe qendrave private të kurseve i ka rritur shpenzimet e shqiptarëve për shërbimet arsimore. Të dhënat e Instat tregojnë se ndërmarrjet në sektorin e arsimit realizuan xhiro totale në 20.4 miliard lek ose 200 milion euro në vitin 2023. Kjo shifër ishte 100% më e lartë se xhiroja që këto aktivitete kanë realizuar në vitin 2014 sipas Monitor. Nga viti 2018, të ardhurat e bizneseve të arsimit filluan të shfaqin një rritje të shpejtë, pavarësisht efekteve negative të pandemisë 2020, ku shkollat u mbyllën tërësisht për më shumë se 3 muaj. Të ardhurat e bizneseve të arsimit ishin më të larta se në vitet e mëparshme, duke arritur 13 miliard lek. Pas vitit 2020, rritja ishte më e fortë, duke arritur kulmin në vitin 2023 me 20.4 miliard lek. Shpenzimet e shqiptarëve për shërbimet arsimore pësuan rritje vjetore me 17% më 2023, kryesisht si rrjedhojë rritjes së tarifave. Sektori i arsimit ka përjetuar zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri me një rritje të vazhdueshme të ardhurave, veçanërisht pas vitit 2017, çka tregon se shqiptarët kanë rritur ndjeshëm shpenzimet nga buxhetet e tyre për këto shërbime. Rritja e xhiros në bizneset që ofrojnë shërbime edukimi po vjen në një kohë ku numri i fëmijëve po ulet me shpejtësi nga pakësimi i lindjeve dhe migracioni i lartë. Të dhëna të tjera zyrtare tregojnë se bizneset në sektorin e arsimit kanë përqindje të lartë të falimentit vitet e fundit. Për shkak të pagave të ulta, shumë familje shqiptare konsiderojnë emigrimin si një mundësi për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre. Teksa shërbimet arsimore po shtrenjtohen nga viti në vit, cilësia e arsimit ka rënë ndjeshëm sipas të dhënave nga testi global i njohurive PISA. Shqipëria ishte vendi me rënien më të madhe të njohurive në testin e vitit 2022 në raport me vitin 2018. Qeveria shqiptare nuk ofron mbështetje të drejtë për familjet me të ardhurat të ulta me fokus arsimin e fëmijëve. Kjo krijon një hendek të madh mes atyre që mund të përballojnë shpenzimet për arsime cilësi të lartë dhe atyre që janë të detyruar të përballen me mundësi të kufizuara.